Mirëmëngjes dhe përshëndetje miq, jemi bashkë sot në takimin e kësaj jave të re, është e hënë sot, data 30 qershor, të parin takim për këtë javë dhe të fundit për këtë muaj. Në fakt, ora 7 fiks jemi drejt për drejt në Ora News, në radio dhe në live stream në oranews.tv për të gjithë ju që doni të ndiqni dhe bëni pjesë e programit Ora juaj për ditën e sotme, ku si zakonisht në minutat e para ju përpiqemi që të përcjellim disa prej zhvillimeve kryesore të orëve të fundit për ta nisur ditën të informuar dhe mbi se çfarë ka ndodhur në vend dhe jo vetëm, lajme të ndryshme nga fusha të ndryshme dhe kthehemi pas pak në pjesën e komunikimit me ju. Me lajme nga vendi në oranews.tv, aksidenti rënd në Durrës, i plagosur i dërgohet me urgjencë në spital. Varrezat e Elbasanit të mbuluara nga barishtet, bashkia në gjumë. Merr flak makina në ecje në rrugën e Arbërit, brenda saj udhëtonin 4 pasagjerë. Zjarr në zonën e malit me gropa, digjet një sipërfaqe me pemë mahu. Digjet Shqipëria, Ministria e Mbrojtjes janë shuar 20 vatra deri më tani, 2 të tjera janë aktive. Siguria në ver, softa në plazhe nuk ka roje dhe mjetet e nevojshme për të garantuar siguri. E rënë në Lezhë, një 4 vjeçar rrezohet nga pallati, transportohet te Tram. Defekt në linjën elektrike që furnizon qendrën e Shëngjinit me energji, kabulli këpudet si pasojë e një shpërthimi. Zjarr në Patos, digjen sipërfaqe të konsiderueshme me ullim flakët, janë afruar dhe banesave. Zjarri në tregun industrial, prefekti i Durrësit, shkak mund të jetë një shkëndijë elektrike, ky treg nuk përmbush asnjë kriter teknik. Iriu tenton të futet me zjarrit në Durrës për të shpëtuar dyqanin, ndalohet nga zjarrfiksit. Humbjetën pushuesi në Durrës, dëshmitarët, ambulanca u vonua mbi një orë, s'ka roje plazhi. Zjarri në tregun e Durrësit, banorët akuzojnë autoritetet për reagim të vonuar. Zjarri në tregun zonën e Durrësit, në plazh të rinj tentojnë të shpëtojnë makinat aty pranë. Rëndohet situata me zjarrin në fshatin Hoshtim, nis ndërhyrja nga ajri me helikopter. Spektakël mbi Dallg. Mbi 30 sportistë nga Shqipëria dhe rajoni në kampionatin e parë kombëtar të kitesurfit. Via ferata e parë në Shqipëri, Rama përveç qytetit ka edhe kështu si në Kuç. Tirana destinacioni i përhershëm i turistëve të huaj, interes për trashëgimin kulturor dhe turizmin malor. Xhani, Lezhë pritin mbi 290.000 pushues deri në fund të qershorit, avantazh, çmime dhe cilësia. Zjarri i madh në Durrës, tregu i plazhit përfshihet nga flakët. Ishin zhdukur prej 4 ditësh, policia gjen në Tiranë 2 të miturit. Zhduken pa gjurmë, një vajzë dhe një djalë në Tiranë, familjarët e tyre alarmojnë policinë. Dyshohet se u mbyt gjende trupi pa jetë një 50 vjeçar në ndetin e Durrësit. Kthyen në hapësirën publike në parkim me pagesë, procedohen penalisht një qytetar dhe drejtori i policisë bashkiake në Vlorë. Direktiva nga Qelia fliste me celular nga burgu, kontrolli blici zbulon telefonin i Qeli Lajrit Haxhiut. Rrëfimi i nënës, më mbeti vetëm një djalë, nga të Mavrans pak në kërkim të Dritan Milanit, erdhi nga mali i zi, u hakmor për vëllan. I dënuar për krime kundër jetës dhe personit, arrestohet 41 vjeçari në Tiranë, në Elbasan. Tjetër aksident me monopatin, shoferi përplas me makinë 17 vjeçarin në Tiranë. Përplasje i 3 dimët me monopatina, gjykata lën arrest shtëpie shoferin. I zhdukur prej 3 javësh, gjendet i pajet 77 vjeçarin në Togradet. Do i vinin Tritol Anijes në Sarand, por i plasin në duar apeli liron nga Qelia, Erdion Muhon, në mbyll në shtëpi. Nuk deklaroi 25.000 euro që kishte me vete, procedohet 65 vjeçar janë në Kakavi. Ministria e Shëndetësisë apelon kujdes për shëndetin gjatë valës së të nxehtit, ja disa këshilla të rëndësishme për qytetarët. Emri Italia e kishte shpallur në kërkim ndërkombëtar për prostitucion. Arrestohet 44 vjeçari shqiptar.
Plosi kundër hecit banorët e 7 fshatrave në protest do të mbrojë muin me çdo kusht. Përfitime si bullgar në Golobord, ambasada u dërgon mjek për vizita banorëve të fshatrave të Bulqizës. Me dozë kokaine gati për shitje arrestohet 36 vjeçari në Jalë. Autori 8 vjedhjeve të bicikletave në qytetin e Durrësit arrestohet 36 vjeçari. Ania Uriku e forcës detare, pjesës stërvitjes rajonale, Adrion Livex, 25. Emri grabit dhe një biznes në Lushnjë, arrestohet njëri nga autorët, tjetri në kërkim. Jem lajmin nga politika. Gjokuta i nxjerr dokumentin drejtësi me legji politike kundër Sali Berishës. Ballkanin në Bundestag. Deutsche Welle, qeverisi kërkohet informacion nëse ka pasur manipulim votash në zgjedhjet e Shqipërisë. Rama replikon me deputetin britanik, një djallësor në Britani, një në 100 prej tyre janë në burg. Zjarri në Durrës, Blushi, shteti ekziston vetëm në letra, nuk ka mjete, por vetëm propagandë. Deputeti britanik i përgjigjet Ramës, një në 48 shqiptar është në burg, do të kërkoj që të gjithë t'ju kthehen. Konxha në sinagogën antike në Sarandë, parkun arkeologjik të Orikumit, turistët njihen me gjurmët e qytetërimeve të lashtë. Manja zjarret kriminale, kërcënim për turizmin dhe jetën në Lezhë. Balluku takime bilaterale në forumin global për transportin në ndërlidhjen në Stamboll. Pirdeni java e administratës publike në 2025 nis edicioni i dytë. Bega e komunitetet arbëreshe janë rojtarët më të fortë të rrojnjve tona identitare. Blushi nga Vlora, mungesa ujë të pishëm shkak korrupsioni, por spak hesht Partia e Lirisë interpelancë urgjente në Këshill Mermal Dredhën. Vangjeli, qytetarët presin bonusin e qirasit dhe banesat, në Bashkia e Tiranës bën tendera për mobilje. Rama ndan pamjet përfundon segmenti zgosht ura e Çelenecit, investim që lidh zonat malore të Librazhdit me Dibrën. A do të ketë një shkrirje mes nismës Turje dhe Shqipëria bohet, ja si përgjigjet Çabani. Pasi dështoi në mënyrë madhështore në Fier, Bardhi kundër largimin Berishës. Blushi denoncon masat represive ndaj Metës në burg, u ndaluan të takojë avokatin, i hoqën të drejtën e telefonatës. Abdi Xhiku pas takimit me Kurtin, qëndrimet e tij nuk kanë ndryshuar. Kosova vazhdon të mbetet në krizë. Rumi global i transportit dhe ndërlidhjes, Balluku, nga Stambolli, projektet e reja e kanë futur Shqipërinë në listën e vendeve të zhvilluara. Kronikë e triumfit të marifetit dhe ëmbëlsisë në Akademinë Socialiste, satira, petulla, byrek, leksione dhe kandidatura për Tiranë. Për herë të fundit në kuvend, parlamenti mblidhet në 3 korrik, pritet miratimi i ligjit për bashkëpronësinë. PD të ndalet hakmarrja politike ndaj policëve që hetuan denoncimin për trenin bullgar në Pekish të Peqinit. Partia e Lirisë, Shqipëria rrezikon të bëhet e varur nga importet e qumshtit dhe nën produkteve. PR me pagesë Rovelie si instrument për manipulimin e opinionit publik para vendimit të 8 korrikut. Partia Socialiste në Kongresin Zgjedhor të PSD-s, mbështetje për reformat dhe integrimin. Nuk e durojmë hipokrizin. Rama i përgjigjet deputetit britanik për shqiptarët në Angli të sfidoj për shifrat reale. Muxhollari, nuk kemi garanci për sigurinë ushqimore, vëmendja e qeverisë është zero.
Forumi Global i Shërbimit Publik TOKB Spirdeni prezanton reformat për administratë eficiente. Kryeministria thotë se udhëtimi në avion privat i Ramës u zbulua nga Air Albania. Ble vota për vajzën e tij kandidatet PSD SPAK çon për gjykim Pandeli Bozhën dhe një person tjetër. Gonxha 203 nxënës përfunduan vitin e parë të arsimit profesional dual. Instrument dhe financimi në bujqësi, ndenaj fuqizojmë prodhimin vendas dhe nxisim eksportet. Jo me lajmin nga rajoni. Ish ministri i jashtëm serb, Serbia duhet njoh Kosovën. Unë isha bro, por na sabotoi kisha ortodokse serbe. Samiti i liderëve të Ballkanit Perëndimor shkupi me plan masash, cilat janë 2 pikat më të cënueshme të Ballkanit nga kriza në lindjen e mesme. Shkodra, lëvizja vetëvendosje lexon ndryshe vendimin e kushtetueses, s'ka zgjedhje për konstituimin e kuvendit. Po vjen koha për përgjegjësi. Vučić reagon ashpër pas protestave, nuk ka falje për asnjë. 48 oficerë policie të plagosur dhe 77 persona të arrestuar pas trazirave në Serbi, janë momenti kur policia godet me shkopin me qytetarë. Asgjëre nga Kosova, vijon Gorçi politik, dështon sërish përpjekja për konstituimin e kuvendit. Nuk ndalen serbët, mira protestues u bashkojnë studentëve në Beograd në incidente të dhunshme me policinë. Për kuvendin jemi të gjithë përgjegjës, Kurti ofrova 2 opsione kompromisi. AKB bizneset po ikin jashtë Kosovës, vetëm për në Shqipëri u larguan 600 prej tyre. Radio Europa Lirë mbi 2 orë takim s'ka marrëveshje për daljen nga bllokada në kuvendin e Kosovës. Festa e Vidvodanit. Policia e Kosovës arreston 17 persona, kishin veshje me përmbajtje provokues. Kurti takon krerët e partive politike në kërkim të konsensusit për konstituimin e kuvendit. Policia e Kosovës respekton vendimin e gjykatës, ndalohet serbi me flamur në Gazimestan. Në mbrëmje do të nisin diskutimet për zgjedhjen e kryetarit të parlamentit PDK kundër Kurtit. Policia e Kosovës ofron siguri serbët festojnë Vidovdanin në Gazimestan. Greqi 40 zjarre shpërthejnë gjatë 24 orëve të fundit. Ska ICC shkatron 2 grupe kriminale, në Greqi 4 në pranga dhe 2 në kërkim për trafik. Harta dhe Telegraf, Italia në Spanja deri te Greqia e Shqipëria, një kupol nxehtësie po përvolon Europën. Kurdi përgjigjet Vučićit, ushtria jonë e pathyeshme më e pajisur se kurrë më parë. Vučić u drejtoi studentëve protestues, ultimatumi juaj nuk është pranuar. Deputeti gjerman dhe NIP-i ish kancelari thirrje vendeve të BE-s duhet ta njihni pavarësinë e Kosovës. Stërvitjet ushtarake që u mbajtën afër Bujanocit konfirmojnë bashkëpunimin ushtarak. Protestat në Serbi e Lezi mund të ketë provokime nga pala serbe kundrejt Kosovës. 30 ditë kohë për kuvendin e Kosovës, deputeti vetëvendosjes Abrashi shpresojmë të dalim nga ngërçi politik përmes vendimit të gjykatës kushtetuese. Greqia drejt përvolimit në fundjavë priten temperatura deri në 42 gradë. Skandal me fondet e Bashkimit Evropian për bujqësinë tërhiqet ministri grek i emigracionit dhe 3 zëvendës ministra. Shumë ndërkohë lajme nga bota. Europa digjet nga i nxehti ekstrem, 46 gradë Celsius në Spanjë, ngrihet alarmi për shëndetin në shumë shtete. Po marshonin paradën e krenarisë, policia turke arreston të paktën 30 persona në qendër të Stambollit. Rënia e avionit në Indi, akt sabotimi, pistat e hetimit për tragjedinë me 279 viktima.
Protesta kundër Vučić, presidenti serb, nuk do lejojmë konflikt civil. Izraeli urdhëron evakuimin e palestinezëve nga veriu i Gazës, Trump shton thirrjet për armpushim. Macron bisedon në telefon me presidentin e Iranit, kërkon lirimin e pengjeve francez dhe kthimin në dialog. Zjarret përfshin Turqinë, Izmirin në flak, tymi arrin deri në Patmos, mbyllet aeroporti. Toka po rrotullohet më shpejt, vera me ditë më të shkurtra se zakonisht. Situatë ferje dëshmi të rënditse në Gaza, foshnjat vdesin nga mungesa e qumshtit, fëmijët gërmojnë në plehra. Ish kryeministri polak, ja cilat janë përfitimet dhe kostot nga integrimi. Miliarderës duhet të ekzistojnë. Zoran Mamdani rithekson planin për të synuar lagjet e pasura me taksa më të larta. Frik nga kriza me Donald Trump, Gjermania dhe Italia duan ta kthejnë arin nga Shtetet e Bashkuara. Trump ata që nxorën informacione për sulmet e Shteteve të Bashkuara ndaj Iranit nga inteligjenca të ndiqen penalisht. Europa jugore përfshirë nga vala ekstreme të nxehtit, Italia dhe Spanja në alarm të kuq. Gjykata anulon seanca dëgjimore të Netanyahut në rastin për korrupsion. Putin do të marrë pjesë në samitin e BRICS virtualisht. Të paktën 24 të vdekur nga shirat e rrëmbyeshëm dhe përmbytjet në Pakistan. Mbretëria e Bashkuar në luftë me obezitetin, qeveria do të vendosë standard të ri ushqimor për marketet. Hamas akuzon Netanyahun për pengim të marrëveshjes së armpushimit. Itali 59 vjeçari shqiptar humbi jetën pasi bie nga 100 metra lartësi. Trump, kam gjetur blerës për TikTok, do të zbulohet brenda 2 javësh. Të paktën 48 viktima nga fentanili i kontaminuar në Argjentinë. Mira venezian protestojnë ndaj dasmës së Jeff Bezos në qytetin e tyre. Kana do të lejojë ankorimin e vetëm një anije turistike në ditë. Orban akuzon BE-n për orkestrim të paradës së krenarisë në Budapest. Të radhës dhe të fundit lajme nga sporti. Interi ka nevojë të mbulojë shpenzimet, Kristian Aslani kryeson listën e largimeve. Tirana kapet në befasi, mbrojtësi kërkon largimin nga Bardheblut. Parma tërhiqet për Adrian Ismailin, klubi tjetër italian mbetet kandidati kryesor. Foto dhe video FC, Ilia Topuria merr titullin kampion në peshën e lehtë, unë Charles Oliveira me knockout. Selmani reagohet nga Tirana pas 2 vitesh arrin akordin me Teutën. Napoli refuzon ofertën e Liverpoolit për Osimhen, kërkon 75 milionë euro. MotoGP, Marquez fiton në Holland dhe shkëputet në renditje, 2 italian ngjiten në podium. PSG shumë e fortë për Inter Miami, Leo Messi mbyll aventurën pa gjurmë në botërorin e klubeve. Nuk arrihet marrëveshja, legjenda e Bayernit refuzon drejtimin e klubit gjerman. Goli i fantazisë shqiptar i kthen avantazhin, ish lojtari i 2 klubeve të superiores nuk ndalet. Firmosi me franceze, 16 vjeçari përballet me komente raciste, reagon klubi. Kampionati arab në 5 ligat më të mira, Ronaldo, kushdo që thot ndryshe nuk kupton futbollin. Tifozët me syt nga FIFA por as mundësi për talentin e Realit. Alarm për Rufen në Charlotte, ndeshja Inter Fluminense në rrezik. Formula 1 aksident në Grand Prix të Austrisë. Disa reklama shkëputen dhe bien në pistë. Leo Messi, Luis Enrique, një sfidë me shije Barçën botërorin e klubeve. Marcus Rashford e Barça, njoftimi tronditës nga shtypi Katalanas. Vinicius Junior kërkon 30 milionë euro në vit, rrogë Reali, po e bind që do shmang largimin drejt Arabisë. Pogba në lot në momentin e nënshkrimit me Monaco, në video
bëhet virale. Cristiano Ronaldo i bindur, Liga Saudite është ndër ligat më të mira në botë. Zyrtare nuk luante që prej vitit 2023 Pogba prezantohet tek ekipi francez. Goli shqiptarit nuk mjafton, Anglia mposh Gjermaninë në finale dhe shpallet kampione e Europianit U21. Gazetari i njohur italian sugjeron Milanit transferimin e Gjimshitit, është shqiptar si tale. Video: Palmeiras i eliminon Botafogon dhe kualifikohet në çerekfinale të botërorit për klube. Militari nuk ditë ndalet e Milani transferon me sfushorin e njohur italian. Thuaj se e kryer Adrian Ismaili me skuadër të re. Në Serie A, Formula 1 Norris Paul, në Spielberg Ferrari në rreshtin e parë me Leclerc. Nico Williams kërkon garanci nga Barcelona. Këto ishin lajmet dhe zhvillimet kryesore të orëve të fundit që ne ja u përcjellim çdo ditë përmes faqes SonduWebit, oranews.tv, lajme ku mund të gjeni kudo dhe nga çdo cep i botës kudo që ndodheni, mjafton na klikoni në oranews.tv për të njohur aty me zhvillimet dhe lajmet kryesore të ditës, por pse jo edhe të ditëve të kaluara, si edhe detajet e programeve tona që nisim emisionin e mëngjesit, pas dite dhe po ashtu në mbrëmje. Është momenti për të bashkëbiseduar me ju në 068 60 54 639 068 99 00008 në këtë mëngjes të sotëm, ora 7:22 minuta. Kjo është pjesa e parë e emisionit Ora Juaj për ditën e sotme, hënë data 30 qershor, në takimin po ashtu të parë për këtë javë dhe të fundit për këtë muaj. Jemi në transmetim në drejt për drejt, nisur prej orës 7, ndërsa sapo kemi përfunduar këtu lajmet, ato që ne ja u përcjellim çdo ditë, duke ju ja u bërë ditën ndoshta më të mirë duke ju informuar me zhvillimet kryesore, dhe është koha për telefonatat tuaja. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, Klodi. Urdhroni. Ja të marr. Edhe për juve. Presim një përgjigje në nuk e di harta s'ka. Cili, të lutem? 522 në Selit. Po javën e kaluar thash në proces, i dashur. Po. Ja më tha që është në proces. Po shikoni, kur në momentin që mu marr përgjigje, ju mendoni që unë nuk ja u them ju? Jo, po unë ta thash që do të them dhe mirëmëngjes. Jo, më thuaj sa herë të duash. Po s'ka problem. Unë në momentin e parë që do të vi përgjigje do ta sjell të plot. Le që do të vi me mesazh në Albania një herë. Do të vi para se ta them unë, se ty do të vi në fillim. Megjithatë, faleminderit ty që more. Okej, faleminderit shumë edhe juve për telefonatën. Një javë të mbar, bukur, e kemi nisur kështu. Mirëmëngjes, telefonata tjetër. Mirëmëngjes. Urdhroni. Klodi, me juve flas. Po Klodi, apo ule zërin televizorin. Po, të lutem, unë me 1 milion probleme që ka Shqipëria jonë, jam një zonjë nga Tirana dhe kam një problem. Shkoj bëj një analizë, kam operuar në Çikgjirin dhe nuk gjejnë materialin për të bërë analizën e gjakut e tjera. Gjithë problemi qëndron këtu sepse po shkon po e bën privat dhe nuk di se ç'a ndodha, e bën të saktë apo jo pa paragjykuar asnjëri fare. Por pas kësaj, lëviz me makinë për Tiranë, nëse i keni vënë re kur dilni nga kjo rruga re poshtë ke bulevardi i ri, rini i sakat aty i shkreti, ajo është ka dhe madh, por rin mes rrugës. E njëjta gjë në unazën e Durrësit. Në mes të natës dalin gratë aty te vija e bardhë ndarse, nuk e di Zoti na ruaj se ç'a po ndodh. Për Zotin, thjesht për këtë un kam shumë gjëra për të thënë, por gjithsesi personalisht jam e shqetësuar për këto gjëra. Nëse keni ndonjë mundësi për ta bërë çik kështu të ndjeshme, ju falenderoj pamazh. Shumë mirë që e bëte dhe juve si informacion. Po kam shumë problem se lëviz jashtë masën e makinës dhe sinqerisht ndjem kështu. Por po si më vjen keq që i shoh aty, po policia për ç'a bën? Policët rrin kom ke semafori ke unaza që del për ngolem, ato vazhdojnë programin aty. Me fëmijët vegjël, me të gjithë. Po tani priti herë sepse na u prish gjakun çdo sekondë në këtë vend. Falenderoj Klodi shumë që më dëgjova. Falenderoj ju për telefonatën, dashur ditë të mbar. Ndoshta ne nuk na bën shumë përshtypje sepse hasemi më shpesh me situata të tilla dhe ne jam bërë si pjesë e jona tashmë e përditshmërisë. Por që patjetër për dikoj që i shikon më rrallë është edhe ai kujdesi për të mos pësuar ndonjë aksident me ta dhe të mbaj përgjegjësi. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, Klodi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Atëre, jam një banues në Fier,
Po, Kam punuar tek firma Seriani, që ka në ruajtje puset e naftës në marinës në Fier. okay. Në fillim të nëntorit kam bërë një denoncim sepse asnjëherë na jepnin lekët e lejes zakonshme. Dhe ditën e pushimit që na merrnin punë, duke qenë edhe orë natë, se turnet ishin nga 12 orë, na e paguanin ditën më pak se dita e punës normale. Pyet tek inspektoriati i punës në Fier, që bëra denoncimin, se si do i marr këto lekë, më thanë do të them përgjigje me shkrim. Vetëm në datën 27 qershor, që të pyet se si po është ky proces, më thanë që ne nuk merremi me këto gjëra që ti të marrësh lekët, duhet të kapësh një avokat. Pyet një avokat, më tha që çështja është parashkruar se kanë kaluar 6 muaj. Atëherë këta inspektoratit e kanë bërë qëllimisht këtë, sepse këta brenda një viti kanë vajtur 3 herë për kontroll. Herën e dytë kanë vajtur në qershor të vitit 2024 dhe firma, kompania domethënë vuri disa roje që firmosën, që kanë marrë lekë të leje zakonshme, rrogat i kanë marrë gjitha në rregull. Këta inspektoriat nuk bënin dot një kontroll të kryqëzuar në bank, në cilën datë i kanë marrë këto lekë të leje zakonshme. Mirë, këta 5 si firmosën, 6 sa ishin 3. Po të tjerët 200 të tjerët, se aktualisht në fillim ishin 300 veta në punë. Do të thënë ata kanë firmosur në emër të të gjithëve apo jo? Si? Ata kanë folur në emër të të gjithëve, them apo jo? Po pra, Ata të tjerët. Po pra, ata firmosën domethënë edhe e morën për të gjithë të çështjen, e ke parasysh? Tani problemi është këtu, sepse çështja është parashtruar, po jo për fajin tim. Edhe unë nuk kam se si ta zgjidh. E ke parasysh, këta mund ma thoshin që në fillim që këtë çështje nuk e zgjidh, ne merr një avokat. E lan kastile pas dore. Atëherë në moment që këta kanë vajtur 3 herë dhe kanë bërë kontroll. Edhe akoma dhe sot firma nuk ua jep lekët e lejes zakonshme, sepse fola me disa të premten, tregon që këta marrin lekë për vetë të inspektoriatit Fierit. Se s'ka rrugë tjetër. E kuptova. E kanë këtë firmën Seriani, kompaninë Seriani, si lop për ta miel. Sa e bëhet një denoncim, vjen atje, mund t'i vënë në një firmë në një job të vogël, sepse normalisht herën e parë do t'i vinë një job. Herën e dytë do ishte një job 10 herë, 20 herë, 100 herë më e madhe, herën e tretë do t'i vinë një çiftim. Ai vazhdon operon, jo vetëm kaq, po nuk ua jep akoma lekë dhe leje zakonshme. Tani si mund ta zgjidhë? E kuptova. Nuk e jo si çështje i nderuar, më lër kohë të pyes dhe të informohem më në detaje edhe nga personat përgjegjës. Mund të vi unë një ditë në Tiranë te Ora News, po ja do themi sapo të mbarojmë këtë pjesën e kësaj që të informohemi edhe nga ana tjetër që çfarë qëndrimi kanë edhe do ngelemi në kontakt. Mirë. Jo, domethënë ideja është jo që të sill ato dokumenta që kam unë. E kuptova. Po ja të procedoni juve. Jo, më lër të informohem të plot, të dëgjoj edhe diçka tjetër dhe pastaj ju themi ne. Nuk kam asnjë problemi, për mua hajde kur duash. Në rregull, okay, shumë faleminderit. Faleminderit edhe juve. Publicitet vim pas pak në pjesën e dytë, mos u largoni. Kthehemi në studio në pjesën e dytë të programit, ora 7:31 minuta. Presim telefonata, alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Përshëndetje. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Alo? Përshëndetje. Përshëndetje, ju dëgjoj. Me Klodin flas. Po, Klodia. Përshëndetje, Klodi. Përshëndetje. Gjithë mirat. Kisha një sqarim desha se unë jam profesionist. Edhe kemi dëgjuar që kam një makinë të vogël privat. Edhe kemi dëgjuar që u hoqën taksat e makinës. Prandaj si është e vërtetë? E keni atë kartën e pensionistit që merret në bashki? Unë jam pensionist, jam. Po duhet merret kjo karta në bashki ndërruar përmes së cilës përfitoj. Jo vetëm këtë që thatë ju, por edhe përfitime të tjera. Ka hyrë në fuqi me Po, është pjesë e kësaj paketës 2025-2026, por duhet shkoni atje për ta marrë këtë dokumentet. Në bashki. Shumë faleminderit. Mirë. Faleminderit shumë, Klodi. Gjithë të mirat. Edhe ju faleminderit për telefonatën. Ditë të mbar. Jemi në pjesën e dytë, shkojmë tjetër. Mirëmëngjesi. Alo? Alo? Flisni ju lutem. Uleni zërin e televizorit. Alo? Aj. Presim tjetër. Alo? Flas. Alo? Përshëndetje, me Klodin po flas? Po, Klod, jam, përshëndetje. Faleminderit. Faleminderit. Më fal për shqetësimin, që kam shqetësuar disa herë, po jemi në hall të madh, jemi pa shtëpi, dhe të kam dërguar një dokument, kam disa ditë, edhe nuk e di. Cili rast e lutem, se nga zëri nuk e bëj dot lidhjen, ë? Po, Anila Kasabeli. Ku ma keni Anila? Në Facebook. Një moment. Folën para disa ditësh bashkë, ne? Po. Po të bezdis, po jemi pa shtëpi. Nuk më bezdis fare.
jemi në hall të madh, jemi pas Po atë ditë për çollon, e kam çuar në institucion zonjë. E keni Po patjetër, po sepse në fillim thashim ka ardhur ato mesazhet e fshehura. Po. Herën e kaluar dhe kam dërguar. Po, faleminderit. Për sa ditë mund kthehet apo që mos përshqetësoj dhe juve. Besoj, jo nuk na shqetëson fare. Besoj këtë javë mund ta kemi një sqarim. Faleminderit shumë. Të lutem dashur. Faleminderit. Edhe ju faleminderit për telefonatën. Presim tjetër. Mirëmëngjes. Alo? Mirëmëngjes. Dhe është pyetja se kam punuar në ndërmarrjen ligjore dhe në librezën e punës e kam vitet e punës. Po? Kurse çfarë nuk më njohin. Pse? Nuk i kanë bordero? Janë dhënë bordero. Po, kur e keni bërë aplikimin ju që nuk ja u kanë njohur këtë periudhë? Po, unë kam 4 vjet që marr pension. Ke 4 vjet? Po. Vetëm me gjysh dashur. Nuk kisha në ana financiare që të bëja gjysh, edhe lash. Po ngjova e di këtu që më dala i ligji për të njohur. E kuptova, dëgjoj pak. Urdhë. Rasti juaj, duke qenë se keni dalë prej kohësh tashmë në pension, zgjidhe vetëm me gjykatë. Në rast se nuk janë në bordero dhe listë pagesat e kohës, dhe ndërkohë ju i keni dokumentet, por që nuk një në rast se nuk janë shoqëruar. Që libreza e kam. Jam nga Durrësi, e kam në ndërmarrjen e spitalit, e kam librezë, por janë ndjekur për dorë. E kuptova, vetëm me gjykatë tash. Për fat keq, të lutem. Faleminderit edhe ju për telefonatën. Në presim tjetër, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Si jeni, Klodi? Si jeni? Mirë shumë. Si jeni ju? Një javë mbarë, zot. Faleminderit. Dhe kjo këtu, nga Elbasani ju flasë. Po? Kam një problem, tash jo vetëm unë, por dhe të tjera. Bëjmë to që iki me shërbime me to autobuzat kryva, edhe kisha një kritik për atë pronarin, sëndilet janë këtu të faqezezë. Ne njerëzit të pa edukuar i marrim ato biletat edhe i hedhim në poshtë. Po tani është faj jonë edukata 0. E treta, a i pronari nuk ka një kosh ta marri dhe ta vërë atje në autobus, ta zënë qytetari, e meze hese koshi. Po hypën brënda në autobus të Klodit të zëtë neri. Lek ashtu kondicioner nuk ka, do me thëmë, do të ushti po, shkoj me një makinë, po unë jam moshe tret nëna, nuk më del që të marrë makinë. Saktë. është pisluku mas, nuk di se çka të them. Ulesh në sëndilja, bon ajo sëndilja, puf, me tym. Lëra, ajo pastaj është... Jo, të drejtë ke shumë. Ne jemi pa edukat, këtë ta pranojmë ne. Po mere biletën, o fute në gjepë, po se lër një kosh atje, se nuk kushton shumë a i koshi. Ta marri zotëria, ta edhi në koshat të po, bëhet aty bilet e madhe. Sakt. Një, edhe prap, a i faturini, kur ka të 2 minutë, 3 minutë, për me atë fshes edhe fshi ato. Jo, nuk janë atë ku duhet fare. Nuk janë atë ku duhet. Nuk e di, po e bëj këtë. Shumë mirë bora. Ta dëgjojnë edhe qytetarët, ta dëgjojnë edhe ne, që jemi të pabindur për hedhjen e biletës, e nuk e di se çfarë. Ashtu shkon ajo zinxhir pastaj, ëh. Bëj njëri, bëj tjetri dhe bëhet mullar. Kjo punë vetë zinxhir. Zinxhir shkon zinxhir. Po ç'më duhet mua ti ku ti më vesh një fustan 150 euro dhe ti e merr biletën dhe ma hedh për dhe atje poshtë. Pra fajin e të parët e kemi ne. Pastaj vazhdon. Saktë. Unë falenderoj shumë që bëre publike. Faleminderit. Gjithë mirë, faleminderit. Dëgjofshim, presim telefonat tjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni. Ja të mbash. Edhe për ju dashur. Ju telefonova javën e parë nga qyteti i Vlorës në lidhje me ligjin e ri që doli për pensionin dhe u aprovuan në mars. Po. Mua pagesa, ju kam dhënë dhe numrin e telefonit dhe emrin, më ka filluar nga marsi, jo nga koriku kur unë mbusha moshën e pensionit. Dhe besoj këtë javë na vjen një përgjigje për ju, e mbaj mend rastin, të mbaj dhe nga zëri ty. Mora që të dija dhe më çfarë është bërë. Absolutisht nuk ka asnjë lloj problemi, edhe që më more, përkundrazi, shumë kënaqësi. Sapo na vi përgjigje dashur dhe ju informoj se unë kam dhe emrin dhe numrin, kështu që
edhe për ne kënaqësi që na zgjidhni problemet. Faleminderit. Të lutem, ditë dhe javë të mbar. Presim tjetër. Mirëmëngjes. U largua. Okej, presim të radhës në 068 99 00008, 068 60 54 639. Mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjesi. Flisni, ju lutem, alo. Yes. Mirëmëngjes. Todi. Të lutem, u lezërin televizorit, ë? Po. Po. Jo. Urdhro. Më tha që ma dërgon në WhatsApp atë, jam në Berati. Po? Ta dërgova, ja u kam dërguar atë të aplikimit. Cili jeni, zotëri, se nuk ju... Viktor Prifti. Dalë, ku ma ke dërguar? Në Facebook. Me emrin tënd? Po, në emrin tim. Kur ma nise? Brëm e kam nisur. Mbrëm? Mos ja ke nisur ndonjë tjetri? Jo, me emër, me numrin tënd. Tani me numër apo në Facebook? Unë e di në WhatsApp, mund të jetë edhe në Facebook më duket. Në Facebook nuk ke me këtë emër? Po. Nuk kam me këtë emër. Në WhatsApp asaj. Në WhatsApp në çfarë numri? 3 shifrat e fundit. Ja, të ke aty. Jo, nuk kemi WhatsApp aty në nderuar. Ma jep ti numrin e telefonit. Po, 068. Një sekond, po? 82. 95. Prit, 82, ë? Po. Po? 95. 752. E kuptova, sepse këta numrat nuk janë për WhatsApp, më kupton? Ashtu po, nuk e di. Jo, nuk janë për këtë shërbim, janë vetëm për telefonuar. Kështu që po ju shkruaj unë te ky numri juaj, dakor? 68 82 95 752, ë? Po. Faleminderit. Faleminderit ju shumë. Ditë mbar. Faleminderit për telefonatën. Presim tjetër. Mirëmëngjesi. Alo. Alo. Urdhoni. Mirëmëngjes, me Mirëmëngjes, po Klodia. Dëgjoj, kam një problem. Urdhro. E kam vëllanë me kem kështu me të verbrit, e si verbër. Po bën 3 vite që e ka marrë, kempin. Tani kam busur moshën e pensionit, e na thanë të aplikuam. Mirë po, na thuan që duhet ta marrë që edhe kempin, edhe për të verbrit e së rregull që e merr edhe kempin, edhe pensionin. A është e mundur kjo, Klodi? Është me verbëri? Po, është i verbër, edhe në kanë thënë që nuk ka lidhje të ky paguhet nga bashkia. Nuk ka lidhje me pension, se pensioni jepet nga sigurimet. Një sekond. Edhe vetëm për të verbrit në kanë thënë ne këtej nga Kosha flasë. Edhe që duhet i merr të dyja. A mundet kjo them, prandaj të kam marrë. Ja një sekond, prandaj të pyeta specifikisht për të verbrit, sepse ka një specifik ndryshe nga pjesa tjetër e kategorive të invalidit. Po. Një moment, sa të gjej këtë përcaktimin e saktë që kam pasur dikur për një rast tuaj se të ngjashëm, ja mos u mërzit fare pak. Po, jo, Klodi, jo. Ja një sekond. Në rast se do mund ta kem në mesazhe sepse ka kaluar shumë kohë. Po. Çfarë kur e ka plotësuar? Moshën e pensionit e plotësovi domethënë në 30 janar, po gjerim los avokata domethënë të viteve, më 15 qershor kemi aplikuar për pension. Në 15 qershor. Po, edhe na thanë që e merr thanë domethënë, kempin tash ai kanë gjetur në 2024-ën, e kemi domethënë kasën që e ka gjetur 2024-ën, duhet paraqitet. E kuptova. Deri 2027-ën për çështjen e kempit në bashki apo jo? Po, nga bashkia, 2027-ën e ka, na thanë tash që apliko për pension, nuk ka gjallë, mos e tit me kemp, se të verbrit e marrin, domethënë të dy, ja i marrin se janë të verbër. Janë nga shoqata, janë me kartelë shoqate, kështu si thonë asaj, me libret. Prit, se më duket e gjeta. Po? Po, e saktë është. Po, e saktë është? Pra, një person i verbër që përfiton pagesën, ma ka thënë Indjeri Emini, kur... Po? Nga bashkia mund përfitoj dhe pension pleqërie, thot, por me disa kufizime dhe rregulla që varen nga lloji përfitimeve që merr dhe përputhja me ligjin fuqi.
Që do thot, pensioni pleqërisë është një drejt që vjen nga kontributet në sigurinë shoqërore, ndërsa pagesa për verbërinë është një ndihmë ekonomike apo përfitim që jepet, mos thuaj po të lutem, për shkak të statusit personit në aftësitë kufizuara. Sipas ligjit, një person i verbër ka të drejtë marrë njëkohësisht pension pleqërie dhe përfitimin si person në aftësitë kufizuara, nëse ka statusin përkatës dhe plotëson kushtet ligjore që besoi i ka. Jeve nga shërbimi social i bashkisë, prit një sekond. Të ketë statusin, janë kushtet që duhet, të ketë statusin i verbër, i njohur edhe nga përcaktimi i komisionit, ketë mbushur moshën e pensionit, ketë vitet mjaftueshme sigurimi përfituar, të mos jetë duke punuar me sigurime aktive për ndihmën ekonomike, që nuk është se po të ishte do ishte ndërprerë. Mirë, kështu pra. Të lutem. Faleminderit edhe juve për telefonatën. Presim tjetër, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Uleni zërin televizorit, ju lutem. Po, e ula komplet. Faleminderit. Kam vëllan që ka një shtëpi në Livohol, po e ka vetëm me akt bleri, shitje dhe bleri, ato që ka falur shteti, dhe nuk e di, edhe nuk e ka të regjistruar në hipotek, do që ta regjistroj, po nuk e di, duhet paguaj. Thanë që do dali një ligj për faljen e këtyre gjobave. Çfarë gjobe ka pasur? Jo, ose ka? Nuk ka job, po që ta regjistroj në hipotek, duhet paguaj, nuk e di sa lek tani. Nuk e dini se ka falje për raste të tilla dashur? Nuk e di ku ka dëgjuar ose ku e keni dëgjuar? Por që nëse është kështu mund të prisni. Kështu janë shumë veta kanë dëgjuar, edhe do dali një ligj për faljen e këtyre dhe që t'i regjistrojnë në hipotek. Unë nuk e di këtë, nuk e kam të informacion me thënë drejtën, po ta kisha dy jepje me shumë dëshirë, por nëse ju mendoni kështu mund të prisni edhe s'ka asnjë, nëse se keni urgjente. Jo, urgjente. Më kupton, por ka një kështu, ka një fakt që askush s'mund ta di çfarë ligj do miratohet pa u miratuar se. Nga ka dalë. Një qytetari. Nuk e di se ku kisha dëgjuar që dhe me ka dalë, thash unë nuk kam dëgjuar gjë. Jo. Këtë pyetje u kam bërë edhe se s'mund të thuash do dal diçka, se vetëm duhet të jesh pjesë e sistemit të vendimarrjes atje në qeveri për ta ditur, ë? Më kupton? Falenderoj. Dhe thua që shikon, ne po punojmë për këtë gjë, po prit mos e bëj këtë procedurë se ajo që ne po miratojmë lidhet me këtë. E kupton, vetëm duke qenë dikush i cili punon aty, pjesë e administratës që mund të ta thotë dhe e di këtë gjë. Unë nuk e kam si informacion. Ai do që ta shesi nuk e shet dot pa hipotek. Edhe ato i kanë thënë duhet paguash 200.000 lekë, 300.000 lekë të reja, më duket, nuk e di se si është ajo. Po, se ka kaluar afati. Po. Deri më sot nuk ka pasur një ligj për faljen e tyre dashur, në rast se është ky. Në rast se është kjo është taksative ajo për tu paguar. Dëgjoj çdo ditë. Shumë faleminderit. Faleminderit dashur, faleminderit shumë për telefonatën dhe konsideratën që keni. Shkojmë me tjetër. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes dashur. Kam një problem për këtë pagesën e invaliditetit. Që unë e kam kaluar në pension. Bukur. Para 3-4 vjetësh. Mirë po, kam bërë dokumentat dhe dola fituese në 2024-25. Muajin e fundit e kisha maj 2025 dhe nuk më është dhënë pagesa. Trokas në përdyer, marr telefonata. Nuk më është paguar, nuk e di pse, prandaj po ju marr juve. Po çfarë ju thanë se besoj jeni interesuar, ë? Unë interesova, por nuk më hapet asnjë telefon, asnjë derë. As të bashkisë, as ato të strehimit. Po si ju ndërprej, domethënë, çfarë pagese kishit ju që ju ndërprej? Unë kisha një pagesë, domethënë të pensionit që e kalova invaliditetin në pension. Cili invaliditet? Dhe muajin e fundit, që unë isha fituese të muajit maj 2025, nuk më është dhënë ka 2 muaj. Kur e bëre kalimin zonjë? Ka 2 muaj që nuk të është dhënë? Po. Pra ka kaluar ajo e bashkisë të pensionit? Po. Një moment tani e kuptova si rast. Unë quhem Lindita Xhaferi. S'ka problem Lindita, dëgjoj pak. Jam invalide me karrocë. Dëgjoj pak ju. Dhe në çdo dyer të bashkisë nuk shkoj dot. Por i marr me telefon. Dëgjoj pak të lutem. Janë shumë persona të cilët nuk kanë marrë 2, 3, 4 deri në 5 muaj, sepse ja ta shpjegoj. E para që të qetësohesh do t'i marrësh. Besoj ç'është shumë pak kohë, sepse do të jepen gjithë ato. Kjo u bë për të mos i sorrollatur shumë njerëzit që kanë 2 pagesa dhe ajo e bashkisë u fut pjesë integruar
e pensionit. Shumë mirë u bë. Në disa raste përfshirë edhe ju, me sa duket, se po ma thoni. Po, patjetër. Për shkaqe procedurale, por që juve nuk ju intereson dhe shumë mirë që nuk ju intereson, se tek e fundit doni atë që ju takon. Ka ndodhur disa vonesa në të gjithë vendin dhe këto vonesa do të korrigjohen për çështje jo shumë larg, me sa informacion kam unë. Por që do t'i merrni. Po, ky problem për shembull është për të gjithë njerëzit. Ato të bashkisë duhet të kenë një sekretare të përgjigjen qytetarit. Po shiko, ka kaluar atje për ta, më kupton? Dhe përse mos më hapen mua telefonat? Okej, kjo është pjesë tjetër. Po, patjetër. Ke të drejtë. Po se unë jam me karrocë, kam bërë aksident. Dhe unë nuk shkoj dot me taksi ose të marr autobusin me karrocë. Nuk shkoj dot të vën një sekretare që t'i përgjigjet të gjitha pyetjeve të qytetarëve. Eksakt. Se duhet ri unë heshtje duke pritur kur të më vi pensioni, po unë jam dhe me qira, me kontratë qiraje, edhe pronari do lekët. E vërtet zoj. Unë falenderoj shumë nëse s'ke diçka, do t'i merrni, e thash, se muaj maj të 2025-s unë nuk e kam marrë. Kam bërë tash kontratë re se duhet rinovuar, as për atë s'më kanë kthyer përgjigje. Thash, me sa ne jemi informuar, kjo është situata dhe kjo është përgjigje, që do t'i merrni sepse ka pasur. Nëse është e nevojshme, a mund t'ju marr prapë në telefon? Sa herë të doni. Faleminderit, mirupafshim. Të lutem dashur, faleminderit. Qofshi mirë. Presin tjetër telefonues, alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, përshëndetje me Mgjon. Po, ju dëgjoj shumë mirë. Atëherë, ndëgjoj unë, jam invalid 100%. Është njoftë jo nga një organ këtu në Shqipëri, po në Itali. Pasi kam bërë një operacion, nuk ka dalë suksesshëm dhe më kanë nxjerrë me invaliditet 100%. Tani atje unë nuk kam kontribute dhe nuk përfitoj në pension invaliditeti, po këtu në Shqipëri kam derdhë vëllëzarisht 18 vite kontribute vullnetare. A përfitoj diçka unë me bë kërkesë këtu në Shqipëri dhe në qoftë se po në një mund ta bëj kërkesën. Çfarë të bëni kërkesë për çfarë edhe një se ishte për pension invaliditeti. Po ai nuk trajtoni me invaliditet ju? Jo, akoma jo. Kam një vit që më është njohur nga organet italiane invaliditeti 100% dhe akoma nuk trajtohem me invaliditet. Pra ju jeni atje? Unë jam rezident si shqiptar, 2 rezidenca, një në Shqipëri dhe një atje. Po pra, po të më thënë, sa vite keni me aftësi të kufizuar? Kam tash mbush një vit. Një vit. Mjekimet dhe gjitha raportet i ki marrë në Shqipëri apo në Itali? Jo, në Itali ka marrë këtë problem. Nuk përfitoni, nderuar, për fat keq. Nuk përfitoj. As tu as atë. Jo, aty në Itali në rast se janë dokumentet të sakta po, por në Shqipëri jo. Jo, dokumentet sakta aty janë dokumentet sakta, por nuk përfitoj sepse unë nuk kam kontribute në Itali, kam vetëm në Shqipëri. As ke kontributa atje. Ai. Unë kam vetëm këtu 18 vite. Në Shqipëri kam 18 vite. Jo, nderuar, në ata cilët vinë me diagnozë përcaktuar nga institucionet shëndetësore jashtë vendit nuk e përfitojnë pagesën e kempit. Fatkeqësisht. Do të thonë unë ngelem jashtë çdo lloj mbrojtje nga stres sociale me nevojë. Në këtë drejtim për fat keq jo, nuk doja ta thoja, por jo. Po çfarë shikon ligji për neve? Çfarë moshë keni ju? 48 vjeç. Shumë mirë. Nëse mund ta di çfarë problemit ka shkaktuar? Është një hernie diskale që unë vendosë që të operohen në Itali për më mirë, po në këtë rastin ti ndoli. Ju nuk ishit marrëdhënie puna atë. E bën keq. Sa kohë keni në Itali? 2 vjet. Okej. Sa po keni shkuar? Nuk ishit marrëdhënie puna akoma, kështu të rregull. Jo, unë pak gabova që vendosë që u prova atje, nuk du të operosh atje, po më thanë që është më mirë. Ndoli me keq. E kuptova. Edhe ato gabun, po tani ato nuk marrin edhe përgjegjësi për këtë gjë, pasi thonë që do të thonë kanë qep aq mirë dokumentacionin që nuk marrin asnjë lloj faji. Saktë. I dëruar ç'të them, më vjen shumë keq, por në vetëm gjë që them është të shkuara dhe shërin të shpejt. Do të them për sa i përket, do të them. Se ma thua mua, i dashur sikur kam unë në dorë tani.
Jo, vjen keq. Po ashtu interpretohet edhe mua më rëndon kjo pjesë duke ma thënë kështu sikur e ka, po unë doja ta thoja po të them po duke të gënjur ti do vish nga Italia në Shqipëri do thuash je mirë do më thuash mua, si më thua përfiton kur nuk e përfitoj. Po këto 18 vite kontribute që unë kam paguar. 18 vite kontribute janë për pensionin dashur. Shiko, e para një ndër rregullat kryesore në Shqipëri, të paktën është që në rast se dikush kërkon duke plotësuar kushtet e tjera për të marrë pagesë invaliditeti minimumi duhet të ketë 1 vit siguruar në 5 vitet e fundit. Që me sa më thënë nuk ke. Por edhe sikur ta kishit çdo diagnozë përcaktuar nga jashtë nuk përfitohet në Shqipëri për kemp. A është absurde kjo? Po, 100% absurde edhe për mua. Sa kohë është ligjore, kjo na mposhtë të dyve, dhe ju dhe mua. Unë do doja shumë që të thoja po. Hajde sa më parë sepse përfiton, por pse të lodh kot duke thënë që eja shpenzo kot dhe pastaj të ikësh i lek me shpenzo kot, kjo problemi i Bravo, e di. Po mua po më çudit atje mënyra në Itali sa ata janë goxha social nga kjo pjesë ose pyet dikë atë që ndoshta i një mirë se me këtë situatë që jeti duhet kesh në një mbështetje me patjetër. Ato më kanë njoftë vetëm 188 euro në muaj. 188 euro që nuk paguaj dot as gazin, domethënë. Sakt. I dashur ç'të them, më vjen shumë keq për situatën në të cilën ndodhesh, e di që s'të mjafton, por po ta kisha unë në dorë. Edhe mund të më kërkoni llogari. Faleminderit shumë. Faleminderit, je shumë i sjellshëm. Mirë, ne jemi në faleminderit juve të shkuara. Jemi në hapësirën e reklamave më shumë se sa kaq. Kjo që është këtu është për te çdo lloj reklame dhe çdo lloj publiciteti që mund të bëhet, sepse ka të bëjë drejt për drejt me shëndetin dhe kur bëhet fjalë për një ndër probleme që ndoshta vitet e fundit është më i përhapur, ato të prostatës, të burrat, mbi 40 vjeç kryesisht në çdo fazë që ndodhet, qoftë në fazën e parë ose atë të parandalimi le themi, por edhe të avancuar prostatore zgjidhja e vetme, që bën të mundur mos lejimin e avancimit të problemeve që keni me prostatën, por mbi të gjitha dhe që është kryesorja. Patjetër është parandalimi i komplikacioneve që mund të vinë nga kushte dhe rrethana të ndryshme. Një përborës 100% bimor, që do të thotë asnjë lloj efekti ansor, do të shpëtoni një herë përgjithmonë nga problemet që keni pasur me prostatën, gjithashtu nuk do të prishni cilësinë e gjumit natën për të shkuar disa herë për të dalë jashtë, ndaj duke qenë se ata të cilët e kanë tashmë këtë produkt kanë menduar për ju, është rada të mendoni ju për vete ku ka më mirë se sa me prostatol për problemet tuaja të prostatës. Publicitet. Kthehemi në studio në pjesën e tretë programit, ora 8:04 minuta, vion komunikimi me ju prej orës 7:20. Mirëmëngjes, telefonata, përshëndetje. Përshëndetje, Jeri. Urdhëroni, si ma thej Brimo? Jam qytetar nga Tirana. Dhe kam dalë pension në 10 orë. Okej. Po kam probleme me vitet 94, 95, 96. Po? Sepse në Librezi kam kushenar shiv në Lundër edhe në Qipëra të Ministrisë së Mbrojtjes. Ku ke punuar në këto kohë? Si? Kam punuar në ushtri. Ç'është problemi ai po? Po. Ajo lloj Librezi që kam qenë atë në ato vite. Më njifet deri në 93 me ligjin që ka dalur nga qeveria. Nuk ka mënyrë tjetër përveç se gjyqit për ato vitet e tjera i dashur. Po, me gjyq, po, gjyqi shkon shumë, e ke parasysh edhe e di, por që... E kemi mundësi. Me fjalë, unë ka ndalur, po, këto vite nuk më janë futur në silur shoqërore. Në Librezi i kam me fjalë. Ajo lloj Librezi është një furdej në 93. Po mirë, juve ju kanë thënë që këto vite nuk ju llogaritën? Po, më ka ardhur me fjalë. Sa vite janë? 3-4? 3 vite e gjysmë. Nuk ka rrugë tjetër përveç gjyqit ndëruar? Nuk dohet. Jo, për fat keq jo. Edhe pse ja u pas kanë thënë, se mendova se nuk ja u kishte dhënë si përgjigje, thash, ndoshta. Kërkojnë borderot e viteve 94, 95. Po ti kishin ata, e kishin nxjerr vetë, kështu që. Po nuk janë as në Lundër, as Ministrinë e Mbrojtjes, arshivin e Ministrisë. Nuk do të fare me fjalë as reparti, as dokumentet e tjera shoqëruese. Listë pagesë ose të borderot që quhen. Qartë. Mirë, të përshëndes shumë i dashur. Gjithë mirë, faleminderit. Gjithë mirë. Faleminderit juve që morët. Presim tjetër telefonues, mirëmëngjes. Alo. Alo, mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes, të lutem, ulë pak zërin e televizorit. E si ka fare? Faleminderit. Gjë këtu.
kemi shumë probleme ne, po pikapin të që janë si më kryesore gjëja. Kam burrin del pension 10 korrik, 10 që vjen. Tani ky ligj i ri që ka dalë, kush përfiton ose përfitojmë neve? Kush përfiton, domethënë, po të pyetje, fshatësia kooperativiste, kooperativa bujqësore? Po, të gjitha janë kooperativa bujqësore, s'ka lidhje vetëm me një kategori, janë të gjitha. Se unë dhe ty krijuar ka një 4-5 njova njëjën si puna jonë aty që ushtojmë me tyja për të sqaruar dhe i theti po ne kur vemi atje te sigurime shoqërore për të sqaruar si puna që po s'ka nevojë fare të shkosh të sqarosh, mund dëgjoj pak zë. Kemi qenë atje dhe ka dëgjoj pak, dëgjoj. Po ke bërë gabim që ke shkuar, pra ja, të ta them. O Klodi, të falenderoj shumë, jemi shumë të kënaqur nga ana jote, po kur thot ai ne atë njohim si plak shtëpie. Mos bezish edhe ty se kam njohur që po i bie telefonin dhe ne zit kapa. Do më lësh të flas, të lutem, që të ta shpjegoj të gjithë. Po jasim nga sandos ne, u do fol. Tani. Përfitojnë të gjithë ata të cilët kanë probleme me vitet para 94-s në ish kooperativa bujqësore, ndërmarrje shtetërore dhe gjitha me radhë për kryesisht këto janë ato që janë më së shumti. Që do të thotë, s'ka nevojë fare të shkosh atje. Te sigurimi. Po ne kooperativat bujqësore kanë premë në 19. Në treshin e jemi siguruar të ndore që person para se jam grë me vogël, kam 3 vjetë kanë dalë, ka mosha, burri del tani. Edhe unë kam lindur një fëmijë në dyshin, zbet fjalë fare në dyshin, s'ka letra as për lindje ata, as për punën. Punë kooperativ, punë që kemë punuar. Një kjo. Një në dyshin edhe, as një vit dhe fjalë, vetëm nga 19-ta, në njëshi gjoja ish ma gjysmë viti, gjysma po diskutohet do hiret, nga 17, në dyshi zbet fjalë fare, s'ka letra fare as për lindje fëmijësh, as për punë që kemë punuar. Në treshi ne jemi siguruar dhe çfarë thanë, në treshi vetëm 3 muaj i do t'i marrin nga tetori dhjetori. Muaj më parë se kur shkuan to leqë paguam ne nuk e di unë, sigurimet. Kupton? Kesh atje që derën për siguruar. Nuk kuptove më gjove? Të dëgjova për respekt që mos të ndërprisja, por unë e di si funksionon kjo gjëja dhe nuk është kështu si thoni ju. Ore thonë ata, unë burim do ka marrin edhe 100, 200, 300 deri në çfarë vit? Në rast se 93 dhe ka punuar dhe ka qenë i siguruar s'mund t'i marrë të dyja. Jo, nuk e punon, deri në 90 ke punon edhe punë atje. Si deri në 10 ke punuar, po çfarë kërkoni në 91, 92, 93 pastaj? Po, dhe çfarë viti do kompensohen to vite sa vite? Edhe një, jo pra, po kur të thash je gabim në fillim nuk më, o dashur, më dëgjoj pak. Po çfarë vite janë pra, më thuaj çik. Tani ti s'pas ke durim fare, imagjino unë çfarë durimi duhet kem pastaj me 50 ditë. Më dëgjoj pak tani. Po jo, unë s'po ankohem, po më dëgjoj pak tani. Ligji i shpirt nuk të shton vite. Nuk duhet shtohen, më njihen vit mbas 90-s. Pa se më lodhe tani. Nëse ke punuar po, nëse s'ke punuar jo. Po jo, prej gjithë kooperativë bujqësore. Po si të njihen vitet pas 90-s ku s'ke punuar o shpirt? Pa ma thuaj pak ku qëndron kjo logji. Si pse, po se s'ke punuar? Ka pas kooperativë bujqësore thua ti që kanë punuar mas 90-s? Deri në 94-ën po. A ka patur Shqipëri? O zonjë, edhe një herë. Çfarë ka bër bashkëshorti jot në vitet 91, 92, 93? Çfarë ka bër? Po çfarë ka bërë? Ka rritur puna si po patë, se s'ka punë atëre. Ore ka punuar apo jo? Po nuk kemi punë, po ne po si do të ku ka një ligj dashur që të njeh vite që ti s'ke punuar. Ku qëndron? Këta që dhanë të rregullin të ligjin kështu deri në 4 janë vitet që do t'i marrin njerëzit? Jo, nuk është ashtu. Do ta di si është. Të gjithë ata të cilët kanë probleme me vitet e punës, po dëgjoj me kujdes, me vitet e punës deri në 94 do të njihen automatikisht nga ky ligji. Por nëse kanë punuar o shpirt, jo nëse s'kan punuar. Se i bie pastaj që ai tjetri që ka punuar kot. E po unë flas për verën tonë që ne nuk kemi punuar. Po nëse s'ke punuar nuk ka ligj në botë që të jep vite punë. Ne do të thashun që janë bërë më mirë thashun për më. Do të thënë një tjetër. Si? Po mirë, ne kemi siguruar në treshin deri 2007. Ai na sjellë ta 3 muaj do të mirë në treshin ta tjerë thash kanë kështu. Se kanë një tjetër. Po pse? Po pse pra? Se ka një arsye edhe aty pse?
Po mirë, po pa ndalë plus. Po jo, po prandaj po të pyet, ma thuaj ti, në rast se kontributin e ke bërë vetëm për 3 muaj, 3 muaj do të njeh. Jo. Po si pra? Për gjithë vitin. Po pse? Për gjithë vitin. Pse pra? Po tha kështu. E po ja, si për shembull kur del një oferta 2026 ata u paguan lekë, 2025 ata shembull, për atë vit. Edhe nuk thehen me ata. Ku di unë çfarë ofertë bëj atëherë? Ose ndoshta do jetë si shumica në atë kohë që janë paguar gabim. Çfarë kishe tjetër që më the edhe një tjetër? Jo këtu. Këto shoferat që udhtojnë rrugës e makina, këto policia që i kapin ta njerëz pa dieni fare se çfarë bën nga mrapa nga para, nuk e di kur rrinë fshehur sa fshehur, kanë gjobitur një personin tim, pasëm 300.000 lekë. Po. Edhe pasengjer fare, pa njoftu fare, nga fundi majit, ai pagoi lekët ka një javë se ka. 70.000 lekë ka Madonesa, 370.000 Klodi, çfarë bën kështu Klodi. Ti vetë i thua po si më valla, do të paguash po? Ç'i gjallin? Të kapin ca gjëra tjera pastaj që thosh ikse po nuk po qaj se kaq. Ke më financiar si digje? Patjetër, në çdo kush që bën shkelje gjobitet, në varësi të shkeljes aq më e madhe është dhe gjoba. E cila të vjen. Si? Ndaloj Klodi aty, e pe me shpejtësi ndaloj. Po dëgjoj pak e dashur. Unë isha para 2 javësh në një vend jashtë Shqipërisë, edhe nuk pash një polis në rrugë. Të ndalonin kamerat, jo të ndalonin, po gjobën e merrje përmes kamerave, përmes radarëve, përmes blicave, e kupton? S'kishte polica atje që të ndalonte. Edhe kisha atje në sistem online gjobën. Futesh ti aty, pas kam një gjobë. Shko paguaje. Shiko. Një takon para sa ai se edhe në punë shkeli kështu, 10.000 lekë tam, ka policia ta e ke shkeli ligji, 10.000 lekë në vend ta ma bën gjobën. Po ta di tjetër që filan vend, ku shkon, të vjen gjoba në Albania dashur, në rast se hap secili Albanian e ka. Ore, nuk po e qaj se në çan mënyrë vjen, se nëse rrugë vjen, po nuk e di fare personi se atëherë vdesa harroi, ke dego 100 euro harroi më herë. Shikoj sot tjetrin. Nuk e di shumë keq si Shqipëri, nuk e di si më kanë që fare ato gjëra. Apeli të ecim kujdes në rrugë. Po mirë, ore, ti mos ik shpejt për veten edhe unë. Bravo, po pra, për veten tonë. E dashur të falenderoj shumë se iku 10 minuta. Faleminderit, përqafoj. Të falenderoj shumë, nuk fiton gjë ato gjëra. Iki me telefonat tjetër, alo, përshëndetje. Shlarguar, e dia që ishte mërzitur personi tjetër, por kur të zë. Alo, përshëndetje. Po. Po Klodi s'ka marrë sa herë, sot po bën një 20 minuta po një që jo reklama ne po këtja. Tani kam dhënë një emër për atë kandastër. Kam bërë aplikimin aty të tokave, aty u bën gabim, po bën 6 muaj ai që bën gabim nuk e kishte nisur atë, po erdhi përgjigje jo. Tani erdhi bëj prapë aplikim, e ka dalë gabim ai kërkon para tjera, po unë çkusur e kam paguar ndër kur e ka fare në hotel. Çfarë parash kërkon? Po para të më të mërëshë më të një komendë Gabimet kadastër nuk i bën noteri ndëruar. Kupton se po them me Albania kishte nisur, ka bërë aplikimin e? Sa i e bënë? Ore, ku ishte gabimi që e peti që ishte gabim? E sa vete, s'kishte ikur ajo, do bëjmë aplikim tjetër, tha mua. Sudo. Po jo për fajt noterit, në rrasë nuk është shqyrtuar nga kadastra brenda afatit përcaktuar? Dhe ka Albania po se e fajnë? Si? Kush e ka fajin se s'di je, unë s'u marrësh. Po ndëruar, më thuaj gabimin që të them kush ka fajin. Ja po them unë kam bërë aplikimin gjithë shkurt. Po. Ing vara ving, po bën 3 muaj, 4 muaj atje. E vajta prap. Tha mua, çamin tha mua, do ta bëj prap aplikimin, tha se nuk kishte vajtur atje. Okej. Kush e ka fajin? Paguaj prap në hotelin. Tani aplikimin e shkurtit e keti si dokument? Nëse s'ta ka dhënë, ndoshta se ka bërë, ka gënjur atëherë. Kërkoj dokument aplikimi. Po një lektimoni pa faturë. Edhe njëri dashur, të lutem, më dëgjoj pak. Në momentin që ti ke bërë një aplikim në muaj shkurt, thuaj më jep dokumentin e aplikimit në muaj shkurt. Nëse s'ta jep dot, do të thotë që se ka bërë. Siç më thënë ti kam thënë, bën një dokument ose bën faturën. Atë faturë më kanë asgjë, unë ku ta zgjidha, ku do vetë ta kandastra. Po jo kadastër, si lidhje ka kadastra me noterin, janë dy institucione s'ka lidhje. Po ka zyrë që monitoron noterët, po nuk do të funksionojë kështu, sepse ti për sa kohë paguan, duhet që ta marrësh shërbimin të saktë. Unë kam përgati 40 rrugë vara vingë dashur. Po ndron noter pastaj dashur. Po ne kemi morë me thënë apo? Si? Le kemi morë me thënë. Tani që ti morë të kthejmë. Ore, duhet vërtetuar nëse ka aplikuar apo jo.
Më kupton? Edhe kam bërë aplikimin, kam kërkesë këtu, sa numri ka nuk e di. Tani kam e faturën që kam. E ke dokumentin e aplikimit. Dokumentin e aplikimit që ka bërë noteri dashur, e ke? Jo, vetëm kam faturën që kam mbyllur 315 lekë të poshtë. Të duhet fatura, të duhet dokumenti i aplikimit, në mënyrë që dhe ne të pyesim kadastër përmes këtij dokumenti i aplikimit. Dhe thuaj zotërisë apo zonjës atje, më jep dokumentin e aplikimit se do interesohem vetëm kadastër për të pyetur. Nëse ka dalë, nuk ka dalë, është në proces, është në fazë shqyrtimi, ka ardhur një përgjigje gjithanë. Ka ndonjë numër dhe aplikimit? Si? Ka ndonjë numër? Po jemi është një fletë është. Me ca të dhëna aty që vërteton se ke aplikuar. Tani syon. Po, merja noteri dhe manis mua. Dakord? Tani sa foto kështu, ha? Si të kesh mundësi ti. Mirë? Falenderoj shumë. Presim tjetër, telefonues, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhro. Fjeri ftas, si jeni mirë? Mirë, si jeni ju? Ditë mbarë. Edhe juve. Unë kam ardhur në bashki sepse jam pensionist dhe kam dëgjuar që i që pasim gjelbrimi. Ajo më rekomandoi, më tha që nuk janë për gjithë qytetet edhe bashkitë. Varet nga bashkia që ka ndjetur urdhër. Unë nuk e di. Shiko, taks edhe një herë, po se unë kam sqaruar gjithmonë dashur. Ajo që më keni dëgjuar, nuk më keni dëgjuar për këtë gjë. Taksat që aplikohen nga bashkitë nuk mund të falen apo nuk mund të jenë të njëjta njësoj si për bashkinë e Tiranës, të Shkodrës, të Dibrës, të Sarandës, të Vlorës dhe gjitha me radhë. Po ashtu edhe politika ndihmëse, i nderuar, ose lehtësuese po themi për pensionistët, për ato që janë vendimarrje nga institucionet lokale bashkiake, janë të ndryshme nga një bashki në tjetrën. Nëse një bashki thotë unë do i heq taksat për pensionistët deri në këtë moshë, kjo jo detyrimisht vlen edhe për një bashki tjetër. Në kupton, ndërsa ato që janë të përgjithshme me vendim qeverie, ato që janë të përgjithshme me vendim qeverie, është tjetër gjë ajo. Është me vendim qeverie për gjitha bashkitë? Jo, nuk është. Kjo jo, sepse është taksë lokale. Okej. Ato të përgjithshme pastaj që bëjnë me vendim qeverie, siç mund të jenë taksa për automjetet, për taksat e gjitha me radhë, ajo aplikohet automatikisht për të gjithë pensionistët sepse s'ka të bëjë. U shkon në formë, po themi, detyrim për caktimi ose zbatimi të bashkisë. Mirë? Faleminderit zoti. Të përshëndes, faleminderit juve. Presim tjetër telefonues, jemi në fundin e pjesës 3, alo. Mëngjes, Lodi, mund të flas? Urdo? Mund të flas? Patjetër. Kam shqetësim, kam disa biznese të vogla, po që më duan kështu monedha metalike. Dhe pa një viti. Çfarë është kjo? Çfarë është? Se kuptova. Bizneset vogla që kanë nevojë për monedha metalike. Okej. Edhe dhe pa një vit zgjidhim mand të bankat në vitin 2, po ka një vit tek tej që bankat nuk ta përgjigjen, do nuk ka ofrëm shërbim. Po çfarë është kjo për monedha se nuk e kam idenë? Monedha lek hekuri. Lek hekuri. Po, e kuptoj, po pse duhet kështu specifikisht për t'i marrë? Po sepse do të kesh kusure. Kur din blen ketë, do të kesh kusure. Pra nuk e përballoni dot, po themi. Nuk ka në çarkullim, do të gjesh në privatisht në përnjerë, në për autobusa. Nuk ka që të marrësh në bankë. Kam unë një kuti të vogël të çunit që do ha për pushime. Po, për atë shumë. Nuk është zgjidhje. E di, po, e thash për batutë. Sa gjë. Edhe bankën e dytë nuk ka ofrojnë të shërbim, tonë ne nuk ka ofrojnë. Ne jemi të zhukë gjithë bankat nuk ka ofrojnë. Nuk vetëm problemi im, me gjithë që ka folë, e ka të gjithë të problemi. Çfarë biznesi keni dashur? Po biznesi shumë kënë markete. Super. Këtu në Tiranë? Markete. Po në Tiranë. Po është problem se do të shkosh në për njerëz të mbledhësh lekë. Ose tu thuash ose do. Është problem vërtet. Po është problem edhe është problem për gjithë Shqipërinë, nuk është problem vetëm. Qartë. Askush asnjë bank nuk është sepse e ka mozauruar me bankat, ka shumë kohë. Edhe askush nuk përgjigjet. Është pak problem ajo se. Mos di çfarë të bësh pastaj. Dhe kesh kusurin se s'bën. Saktë. Lutem nga ato banka qendrore, mund të marrë interesim se për çfarë është problemi. Po pse jo, nuk e di nëse mund të rregullohet kjo përmes kësaj gjëje, po sigurisht do të përcjellim. Pse jo? Jo, këto thon nuk po dhon banka qendrore.
E qartë, e kuptova shqetësimin. Qartë të gjithë bankët nuk është problem vetë personal, është problem për të gjithë. Patjetër se kur e thua ti që je, pse mos prek edhe tjetrin? Jo, ka një vit ky problem, nuk është. E kuptova. Mirë, nderuar, ne pjesën tonë do e bëjmë. Falenderoj shumë, ë. Tjerë më interesu nga ke banka qendrore, ke banka shqiptare, aprovojnë, si mund të zgjidhet. Të përshëndes shumë, patjetër që po, faleminderit. Punë të mbarë. Edhe juve. Shkojmë tjetër, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Urdhoni. Qoftë i mirë. Mirë, si jeni ju? Mirë, Ismet Martinaj. Urdhëroj Ismet. Po. Çfarë bëhet me problemet e më burr se ju e ke vërtetuar që kam shumë drejt ligjore, çdo gjë të rregull të kam datë. Një sekondë se unë ngatroj me 2, cili jeni ju? Ismet Martinaj. Ka 2 vjet që mirë në bashkë. E di Ismet. Okej. Një sekond, lutem. Se ka ndryshuar ca gjëra aty tani. Shiko, unë pjesën time ti e di i dashur që. Po e di më po. Jo e kam bërë po. Po e di. Në gjë. Çfarë do të jetë pisnikë keni ju më po Po, nuk e di jo. E di, shiko, është një problem që unë për momentin nuk dua ta them live se po e thash do shkaktoj goxha probleme, jo për ty. Po jo, më. Për ata që e kanë atje në dorë, po më besoj që do vi. Jo e një pushtet, po pushteti ka. E di dhe kjo. Çdo gazetar ka detyrë fisnike, jo bravo. Jo të bashkangjitet administratës ose njerëz që shkelin ligjin, nuk e di. Dëgjoj pak, e di çfarë ndodhi Ismet. Në dhjetor ti e ke marrë një përgjigje, Po, kam marrë 100 përgjigje, por ditë përgjigje jo, nga se gjë tjetër s'ka. Atë nga ti kam marrë përgjigje, vetëm këtë ke thënë që çdo gjë në rregull dro pak të kryet. Sepse këtë më kanë thënë, po me sa duket po e përdorin kështu sa për të. Po nëse. Shiko, ta premtoj unë publikisht që do ta zgjidh rastin tënd. Po pikërisht pra, se unë diçka sepse thash më mirë vetëm që kam pas me kuptoj ka 2 vjet me ty. E di. Ne aty kam zbut maksimum. Ato zoti. Por nervo, po se kjo është diçka. Kaluat 2 vjet po 2 vjet e gjysmë por apo ti dëgjoj thot 5 ditë shoh certifikata, mos i paguaj gjëra të tërimet 2 vjet e gjysmë. Kjo është diçka që s'e provokosh. Jo ti ke më shumë në fakt, por nëse ta thash, ta dha shumë publikisht që do se si do se thash, nuk dua ta them live atë problemin, se po e thash do shkaktoj goxha probleme. Mirë. Po luaj edhe un pak me durimin tim. S'ka lidhje me ty. Mirë. Okej, Ismet. Të përshëndes. Ciao, gjithë të mira. Kemi kohë për tjetër? Urdhë? Kemi. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëro. Jam një zonjë nga Gramshi. Më thuaj dash. Kam djalin në Itali dhe preu biletën në 4 gusht, banki ardhi dhe kthimin e kishte në 20. Mirë, po nuk erdhi. Dhe kam dëgjuar që kthehen gjysmat e parave. Është e vërtetë? Si nuk erdhi? Nuk erdhi vet? Jo, nuk do vi, se kanë gusht, po nuk do vi për. Jo, nuk thënë në rast të anullimit të ndonjë bilete, jo për arsye të pasagjerit, po nëse nuk vjen vet, jo. Digjet bileta. Nuk vjen, nuk kthehen gjysmat e lekët? Po jo, nëse ti nuk shkon me vullnet të lirë dhe pa ndonjë arsye nga kompania, jo, patjetër. As kur shkon, as kur nuk vjen. Jo, Klodi, më falë, se unë duhet të takoj personalisht, se unë kam shumë probleme dhe nuk di çfarë të them për para. Duhet të takoj personalisht, a mund të takoj kur dim Tiranë? Po, hajde pritë të freskohet një së zhvap. Po të më dish për këtë se unë jam dhe invalide, po duhet të takoj. Çfarë problemi ke? Po, di çfarë të them për para, kam shumë probleme. Mirë. Hajde kur të duar, s'ka problem fare. Po me këtë numër të kontaktoj? Po. Mirë, shumë faleminderit. Edhe kur të vi atje me këtë numër? Jo, kur të vish këtu, jo. S'ka nevojë të kontaktosh. Po me çfarë numër të kontaktoj atëre? Po hajde se ka njerëz aty që presin. Mirë, shumë faleminderit. Faleminderit dhe juve për telefonatën. Gjithë të mirat, do të vazhdojmë pas pak bisedën me telefonuesit. Ndalim edhe një herë tek Prostatol që bën të mundur trajtimin në mënyrën më të mirë të mundshme të problemeve që ju keni me prostatën. Një tjetër element që mjekët i mësojnë më së shumti, madje
Në disa raste kur ne kurohemi për diçka, mjekët, doktorët, specialistë na pyesin që a je duke u trajtuar me ndonjë medikament tjetër në mënyrë që të mos ketë përplasje të ilaçeve dhe përpasoj ndonjë reaksion që mund shkaktojë dëme serioze pastaj në shëndet. Nuk ndodh kjo me prostatol, duke qenë se është me përbërjen 100% bimore, nuk ndërvepron me asnjë medikament tjetër. Në rast se ju keni një problem shëndetësor, qoftë edhe kalimtar, por që jeni detyruar për ta trajtuar me medikament, dhe ndërkohë do të përdori prostatol për prostatën tuaj, nuk ka asnjë lloj problemi dhe asnjë lloj efekti as me ilaçet e tjera. Ka një çmim super fantastik ku me pagesën e vetëm një shishe ju do të përfitoni jo 2 por 3 të tilla dhe efekti do të jetë deri tek shishja e parë, që sipas studimeve dhe mjekëve bën të mundur në rast se prostata juaj është e zmadhuar, zvoglimin e kësaj të fundit deri në masën 20%. Në rast se ju ka munguar mënyra se si ju jetonit përpara problemeve të prostatës, ja kurzidhja prostatol. Kthehemi në studio në 20 minutat e fundit të programit. Mirëmëngjes telefonata, përshëndetje. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Uleni zërin televizorit, ju lutem. Bëj një pyetje për sigurimin shoqëror. Po. Ne fshatarësia këtë sa lek paguajmë vitre, di? Kontribut vullnetar? Po, e vullnetar, po. Varet minimale ose maksimale, diku te 500.000 lekë dhe 2 fishi. Maksimale. Po sigurimin shoqëror duhet të paguash këtyre viteve që kanë kaluar? Si? Shëndetin duhet ta paguash këtyre viteve që kanë kaluar, se duhet paguaj ca lekë tani. Bash paguan ato të dyja. Aqkon. Ato vite kanë kaluar. Edhe? Nuk duhet të paguajnë sigurimin e shëndetit. Pse ti paguajnë? Ato vite di. Mirë, mos i paguaj. Paguan të gjitha nderuar, si pakete plot ajo, si kundër ishte dikur. Ishte ke kaluar viti, s'ka kaluar paguat e plot, ha? Po i dash. Po, faleminderit, mirupafshim. Faleminderit dhe juve. Okej, një moment. Po. Mirëmëngjes telefonata. Mirëmëngjes. Urdhroni. Janë një qytetar nga Prenjat. Po? Kërkoj një ndihmë. Më thuaj. Do të di ku punon Kujtim Hoxha si ekspert pensionesh. Më ndihmon dot? Si? Ku punon Kujtim Hoxha që jep emisione për sqarime për pensionin e... Nuk e di saktësisht, ndërsa di që ka kështu diçka private, por konkretisht nuk e di. Nuk punon në institut? Jo. Jo, Jo i dashur. Faleminderit. Të lutem, faleminderit edhe ty për telefonatën. Ditë mbar. Shkojmë me tjetër telefonues. Mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Aiku, mirë, presim ne. Në këtë pjesë të fundit e minutat e fundit të emisionit për takimin e sotëm e hënë, data 30 qershor 2025, takimi i parë i kësaj jave dhe i fundit i këtij muaji, në 068 60 54 639 068 99 00008. Alo. Mirëmëngjesi. Alo. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Flasim me Klodin. Po. Klodia, murdhoni, uleni zërin e televizorit, ju lutem. Po. Ule. Alo. Ule zërin e televizorit dhe flasim. Alo. Urdhëro. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes. Faleminderit shumë. Unë flasin e Italia, para të në organizimin, që do të marrë una me fjallë se nuk është foto në sistem. Cili rasti ndëruar, se nuk ju mbaj mend nga zëri? Alo. Alo, të shkrutje dhe gota me fjallë dhe nuk të e përgjigje. Cili rasti ndëruar, se nuk të mbaj mend nga zëri, më thuaj emrin. Agim Mania. Si? Agim Mania. Ku mi ke nisur dokumentet, Agim? Dokumentat i nisa unë ti më thejë që ajo do... O Agim, ku mi ke nisur që ta shofi, dashur, ku mi ke nisur? Mi ka nisur në Instagram në gota të. Me emër? Aleksandra Mania. Jo, nuk ma ka nisur, më ka çuar vetëm një mesazh në datën 24 dhe ka thënë përshëndetje, jam vajza e Agimit, thot. Po nuk më ka nisur dokument, ja kush mesazhi. A ke mundësi të ma nisësh vetë, Agim? Jo,
Jo, po unë nuk kam telefon kështu me fjalë. Thuaj të mani sepse ndoshta e ka fshirë pa dashur, një mesazh kam të vajzës tuaj, ja ku kam, po ta tregoj dhe ty. Ose lërë se po i them vet. Po, i thuj vet mani, shkruaj vet jetë ashtu. Një sekond. Po, okay. Lërë se i shkrova vet, dakord? Dakor. Ai ndoshta e ka dërguar, po pa dashje do jetë fshirë dhe unë vetëm mesazhin e datës 24 qershor kam. Më kupton? Po, që të ka njështë tash me fjalë. Bravo. Për të pyetur, ja kështu. Pa problem fare, Agim, se merrem unë vesh me të, dakord? Dakor. Përshëndes. Ciao. Po përshëndes, ciao. Shkoj me tjetër telefonat, mirëmëngjesi. Opa. Alo. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klod. Urdhë. Bebi vogël. Me thonë drejtën, unë kam një problem me hipotekën. Po, më thuaj. Më kërkojnë, për shumë, unë i kam dokumentacionet e vjetra gjitha, edhe kërkoj një rifreskim. Dhe më thonë që duhet dërzosh gjithë dokumenta si e ke përfitu këtë pronë. Jem që unë gjykatë. Pas ta i mora nga gjykata. Dhe që unë ke kësimi pronave. I mora dosin nga kësimi pronave. Ja të të gjitha, në fund fare kam një muj që kam bo një aplikim. Do në aplikimin për pjesën e kësaj, ma sollën prapë, u bon 2 vjet, ma sollën prapë kësim përgjigje që duhet dërzosh djerë dokumentat, jo, morësh një dokument prapë tek gjykata me vullë njëm. Të njëjtën që ke marrë më përpara? Të njëjtin dokument që ke marrë më përpara në gjykata, apo jo? Po. Po mirë, çfarë rifreskimi do bëje? Këto 2 vjeçarin e fundit do që ti marrë dokument do të rifresku. Jo, një sekond, ti... Të fjesh me vardisin, do në shko atje... E kuptova, pra, po a ke certifikat pronësie pra të pronë? Po, kam. Të kujt viti? E du të freskët. Të kujt viti e ke? Duket të 99-ës. Të kujt? Të 99-ës. Po pse të duhet e... Nese, jenë të drejtën tënde, s'ka problem, po njësoj është ajo, po... Shiko. Vetëm ajo të m'kil pari fresku, fa i kisë të shmuka tash me thonë drejtën. E kuptova. Shiko, e vetëm gjë që më duhet të pyes është dokumenti dhe përgjigja e fundit. Pra dokumenti i aplikimit i fundit dhe përgjigja që ka ardhur e fundit. Faktikisht nuk u përgatita për këtë pjesë. S'ka gjë, më vonë nesër kur të mundesh. Do të marr nesër, ka cilë dhe të nesër, dhe do të shpjegoj gjithë. E ka bëu gjithë do. S'ka gjë, thjesht më nis dokumenti që ke aplikuar herën e fundit dhe përgjigjen që ke marr po herën e fundit. Në këto rrjete sociale po i përdoret e Klodi Karaj, mirë do ishte. Okej, rrofsh. Dakor? Hajde, ma kalosh mirë. Faleminderit edhe ti. Presim tjetër, mirëmëngjes. Alo? Alo, yes. Po, përshëndetje. Qeri Mazir kjo. Urdo? Kjo Qeri Mazir e Selita. Po. A punu ka që e pensione ka mazir. Nuk paguaj pensione ashtu, se unë i ka me dokumentet të rregulta, edhe nuk paguaj pensione. Ku më ta gjejë? Çfarë nuk të paguhet pensioni? Po. Po pse ule pak zërin televizorit se nuk të dëgjoj mirë. Ule pak televizorit. Ule në zero. Pse s'të paguhet? Jo. Po. Unë jam pensionist, paguaj ka përdo 36 vjet të naftë. Gjove? Po. Na 36 paguaj 3 vjet. Po. Shu. Nuk paguaj të... Ka kaluar 6 vjetë në naftë. Po pse s'paguash, pra pse s'ta japi pensionin, çfarë problemi ka? Po pse s'paguash, unë ka me dokumentet të rregulta, ata ka pa dokumentet i marru, me dokumentet të rregulta. Çfarë moshe keni ju? Unë qashë 87 vjeç. 87? Ke dalë në pension? Po si e ka dalë? Po çfarë nuk merr tani? Nuk marr pensionin plot. Sa e merr? Unë marr 175.000. Po kush ja u ka thonë që nuk e merrni plot? Cilat vite s'keni marr? Sa marrë si viti, sa si viti. Faleminderit për telefonatën dashur. Gjithë të mira. E vu. Unë pyes për të zgjidhur problemin tuaj, ti thua unë s'kam marrë si viti, po jo me këtë gjumë mua, ju lutem. Po urdhoni. Alo, Klodi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Urdhëro. Kena një shqetësim të nga vaj. Po, më thuaj. Kena një park. Aha. Edhe
ta shpjegoj në ty, është një papastërti e papame. Të vish aty... Po pse, kush e shkakton, çfarë ka? Ta shpjegoj unë ty. Okej. Aty njerëzit i gjemojnë, është për qesha, i gjemojnë mojnë stolat në krah, edhe i gjemojnë ku ka një qitë hije. Vetëm park nuk quhet. Aty gje pata, rosa, dele. Pata dhe rosa mirë janë se pjesë e parkut janë, po. Kur futesh te delet pastaj aty. Se kjo është për qeshe, i shohësh njerëzit me stola në krah, që ikë mas që gjemo hijes në apa. Ku ndodh kjo? Kjo ndodh ki parku Kavajës. Në Kavaj. Po është gjinov se aty njerëzit pensionit e shkën vëjnë. Aty, si të shpikojnë tyve një mizerabël pislik. Miza mole, harja mole, një qfoja mole. Nuk di se të thuqë, të djerë op të u krujt. Mirë dhe për qalë dhe për qeshë. Ta shofi edhe vendet. Pa tjetër. Falenderoj shumë i dashur që na morët. Të uroj ditë mbar. Presim tjetër telefonues, mirëmëngjes. Alo, uleni zërin televizorit, ju lutem. Ja u komunikoj dhe regjia pak më herët. Alo. Alo, Flori. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhoni. Urdo? Në kapa. Po ç'të bëjmë? Regjia jone ka dorë. Drejt. Ore dua të pyes për këto pensionet. Kam atë motrën, ajo rri në Greqi. Ka mbushur 60 vjeçë ajo në shkurt. Në shkurt të këtij viti apo jo? Po. 62 do dalë pension. 62, fik. Po. Edhe kam anja të tjera unë për këtë rrugën këtu. Po kjo, ne kemi ja 13 ditë të gona një këtu të shkojmë dot në... Ore, problemi, shikoj, kemi thënë gjithmonë, nuk është problemi se ne s'dërgojmë dot dikë aty. Por këto janë projekte që përcaktohen nga institucione në një moment caktuar dhe nuk është se ndikon ndonjë gjë, edhe po sollëm dhe po nuk sollëm aty, më kupton? Kjo është ideja. Kjo vati 13 vjet kjo rrugë këtu ti kupton. E di. Madje dhe kam përcjell se të mbaj mend që kemi folur bashkë. Mirë, Klodi, respekte. Falenderoj shumë. Ditë mbar. Mirëmëngjes, telefonata tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Si e Klodi, mirë? Mirë, si jeni ju? Faleminderit, mirë. Shiko, të marrë dhe para disa ditësh në telefon për pensionin e mamës që kam pas këto problemet, por nuk më ktheve një përgjigje më sa duket. Si ishte problemi? Nuk më shpjegova se shumë mirë të ditë. Si? Më duket se ishim në fund të emisionit apo jo? Duket se po. Si është problemi? Atëherë, mamit i kanë dalë vetëm një vit e 8 muaj që kanë qenë raportet të lindjeve. Dhe çdo vit tjetër nuk ka dalë asgjë. Dhe kur shkojmë dhe pyetim në zyrën, na kanë thënë që këto janë vite që ju kanë dalë si pjesë e librit të shkruar, domethënë të çajnë ato siguracionit. Ku ka punuar nëna? Në kooperativa bujqësore nga viti 77. Çfarë moshe ka? Sot 63 vjeçë. Sot 63 gati, po. Urime. 63. Po pra sot. Urime ditëlindjen. Dëgjoj pak. Ajo ka aplikuar për pension? Atëherë, ne kemi aplikuar fiks në atë periudhën që ka qenë ligji, ligji i njohjes së viteve duke u hedhë në sistem, domethënë. Bravo. I erdhi përgjigjja e këtij aplikimit? Po, na erdhi përgjigjja dhe na thanë që vetëm vitet që ne kemi paguar, vetëm ato na dalin pension. Pra, ka dalë pension nëna? Po. I ka dalë pensioni? Po. Po më hanë viteve që ne kemi paguar dhe vitet e tjera janë asnjë zero. Atëherë, do bëj një tjetër aplikim në Albania për pension, siç e bëri. Vetëm te ajo pjesa e përshkrimit ku të lë një hapësirë për koment, të shkruaj që të trajtohet me ligjin e ri. Më kupton? Okej. Pra, aplikimin siç e bëri në fillim në Albania. Për pensionin e fillim. Për pensionin, ëh. Por tek ajo te ai shëndimi poshtë që është një hapësirë aty, e shikon kur ta hapësh. Po. Ta përshkruaj edhe me fjalë që kërkoj që ky aplikim të trajtohet me ligjin e ri. Më kupton? Merret parasysh pjesa e Patjetër që merret sepse kështu funksionon vetëm. Okay, domethënë sepse një përgjigje që na ka ardhur fundit fare na ka thënë nuk shikoj, domethënë ajo drejtoresha që ka dërguar emailin me përgjigjen thotë nuk shikoj një kërkesë të ankimuar ose në gjykatë ose diçka tjetër. Ju s'bën gjykata ajo, ndoshta i referohet kësaj. Pra do bësh aplikimin tjetër dhe do shkruash. Kërkoj që të trajtohet me ligjin e ri. E kuptova. Vetëm kaq do bëni. Vetëm kaq. Po, për çdo gjë ngelemi në kontakt, dakor? Shumë faleminderit Flotin. Përshëndetje, unë faleminderit. Gjithë mirat. Urime gëzuar ditëlindje nëna. Shkojmë me telefonat tjetër. Mirëmëngjes. Alo. Flisni, ju lutem.
Mirëmëngjes, si jeni ju? Mirë. Jam i qytetar nga Berati dhe interesohem, kam marrë pension dhe interesohem për punën e mjeteve që jeton, që ne nuk do të pagojmë më. Është vërtet apo se vem bashkia sot bashkia nuk na ka ardhur drejt. S'ka lidhje, nuk jep bashkia këto, jep institucioni. Ju do të merrni kartën e studentit, e pensionistit. Po sta e po bashkia sjak nga si vërtetim dhe thot. Si? Nuk jap nga si vërtetim ne thot që për ju pensionistit thot. Po jo mos po the vërtetim ato kartë e pensionistit do nderuar. Kartë e pensionistit do ta marrin bashkit? Po. Karta e pensionistit dhe mbi bazën e së cilës ju përfitoni gjithë ato përcaktimet që janë vendosur, përfshirë këtu edhe taksat e makinave, patjetër. Po faleminderit. Faleminderit juve për telefonatën. Jemi në 5 minutat e fundit. Mirëmëngjes. Alo. Alo. Urdhëro. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ju uroj shëndet shoku Sergji. Shëndet edhe ju, shoku qytetar. Jam një invalid. Ke fol me zoj. Po. Po ka një vit që kemi çuar ato dokumentat dosjen nga Durrësi. Vetëm dhe që kemi pro, ata nuk na kishin lajmëruar. Që në mars edhe kam bërë gabim, pyetëm neve na falni sa. Tashi sa do presim neve? Unë jam Kur është dorëzuar dosja për herë të fundit? Dorësin e kemi dorëzuar u bën një vit. Qytetar. Ka ardhur në kembin e pror dosja apo jo? Po. Si e keni emrin? Përparim Selim Medolli. Selim, a? Po, Selim, Medolli. Medolli? Po, djalë nga Devolli. Nga Devolli. Devollice, Valle, si është ajo? Okej. Dëgjoj pak. Si në njësinë administrative ku banoni? Durrës. Po tani jeni në Durrës ju? Po. Po pse më ngatron, pse më thua nga Devolli tani? Jam djalë nga Devolli. E di atë sta heq një lidhje, po them tani për efekt pensioni. Durrës. Okej, përshëndetje dashur. Çodi? Do ta çoj në institucion dhe të shohim. Çiko, vonojnë ata ca po nese, nuk është justifikim ky. Po më thuaj. U bë një vit, E di, prandaj ta mora shtim dhe emrin. Dëgjoj tash. Më thuaj. Që uroj shëndet ty edhe Sonilën. Ju kam në zemër të dyve. Edhe ne ty shumë. Ha, ciao. Ciao, gjithë të mirë. Gjithë mirë. Shkoj me telefonat tjetër, ndoshta e fundit për sot. Alo? Alo? Mirëmëngjes. Yes. Urdhroni. Jam në një... Kam bërë një bypass dhe kam dërzu raportot të këtë sigurike e nërmisti i firmës dhe së di ku mund të interesohen për... Sa kohë keni që i keni bërë? Ka 2 muaj e gjys. Jeni brenda fatit nderuar, shkon deri në 3 dhe pak ndoshta më shumë, e kupton? Jo, ka mund të interesohem diku. Jo, asnjë lloj veprimi mos bëni sepse në çdo rast të vjen përgjigja si pozitive ashtu edhe negative, kupton? Jeni brenda fatit po themi. Si? Kur ve përgjigje? Pas 3 muajsh. Pas 3 muajsh. Po vjen në njësinë administrative dhe ata të njoftojnë përmes telefonit. Dakor? Drejgo, faleminderit. Faleminderit ju për telefonatën. Ora është 8:48 minuta, kemi kohë edhe për një telefonat tjetër të fundit përpara mbylljes së emisionit. Dhe për ditën e sotme në këtë të hënë të datës 30 qershor 2025 068 99 00008 068 60 54 639. Alo. Mirëmëngjes. Jam qytetar nga Bulqiza. Po. Unë jemi siguruar në biznes. Po. Pak shpejt, lutem. I siguru edhe minjer. Bukur. Në të dyja njëkohësisht apo? Po, të dyja njëkohësisht. Okej. E nuk kam bën ndërhyrje kryqëkale në kom. E ne tani nuk e di a përfitohen të raportet ajo. Patjetër që përfitohen. Jo, ato të vetë punësimit jo. Jo vetë punësimit pas, që kum pas punu minjer. Që ke pas punuar apo që punon? Jo, tani e kum lënë për efekt se u bëna operacion. Edhe njerë, e ke lënë, kur e ke lënë, sa ke? Ka 10 ditë. Po, patjetër. Po, të njën. Ato të punës po, kurse këto që je vetë punësuar në biznesit tënd jo. Okej, po ato të puna, se unë kërkova ti pranoj, tha jo nuk... Po pse?
vetë ku të aksidentosh të punë, sa atëherë përfiton. S'ka lidhje, po ti do përfitosh sa ditë do rish në shtëpi, sa muaj. Po i bie një 4-5 muaj se do paguash nga sigurimet shoqërore, patjetër që po. Ç'pun ka pronari? I çova pronari sa do të shpron sigurimet tha jo, sa do t'i paguaj 15 ditë, do t'i paguaj pronari. Po, pastaj pjesën. Po, pastaj sigurimet shoqërore. Po ashtu funksionon. Po prapo. Nëse është në këto kushte, lajmërohet Inspektorati i Punës pastaj nderuar dhe e zgjidh ai. Më kupton? Okej. Faleminderit të shkuar, shërim të shpejt. Faleminderit shumë. Ju dhe gjithë tjerëve që u bët pjesë e programit, ora juaj për takimin e parë të kësaj jave dhe të fundit të këtij muaji. Mos harroni prostator për gjithë që vuani nga problemet e prostatës, suplementin 100% bimor që bën të mundur trajtimin e plot të problemeve që keni me prostatën, nuk do të keni më nevojë për të dalë her pas here jashtë, sidomos për të prishur atë gjumin e mbrëmjeve që sidomos edhe në orët e parë të mëngjesit me këtë vap që është goxha i domosdoshëm. Nuk ka asnjë lloj efekti ansor, përdoreni për gjumë të qetë dhe jo vetëm dhe për trajtimin e plot të prostatës, thënë kjo nga mjekët më të mirë të fushës dhe ishte gjithçka për sot. Ne do të ritakojmë gjatë ditës në live dhe nesër në program. Ciao.